Teleshikues të nderuar, mirë se takohemi përsëri. Si zakonisht, studio e hapur televizioni ACTV. Si zakonisht, kemi musafir të ftuar në emisionin tonë. Dhe sonte kemi nderin dhe kënaqësinë që të kemi një musafir special i cili do të na kënaqin live me këngët e veta. Është fjala për rapsodin dhe autorin e këngëve të tia Prek Nikol Shkrelin, i cili ka shumë i vogël në Amerikë, por i cili ka ruajtur kulturën dhe traditën tonë të bukur shqiptare. Ai ka kënuar qysh në fëmijërinë e tij. I është lënë me losit kombëtar shqiptar, ka kënuar me këngë, me çiftëli, me i karafyllit dhe instrumenteve tona popullore shqiptare. E kemi palë për cilë prang duke fol me të si zakonisht do të nxjerrim dhe sonde sekretet e suksesit të tij. Por Prang Shkreli ka kënuar këngë dasmash, këngë popullore, këngë trimnie, këngë të ndryshme të cilat me dekada e kanë quajtur pesh publikun ton shqiptar, sepse dikur ishte edhe vështirë me kënuar këngë kundër komunizmit, me kënuar këngë kundër Jugosllavijet komuniste, me kënuar këngë për Prang Calin, kundër regjimit të Enver Hoxhës, po në Pranka gjithmonë i ka kënuar këto pa marrë parasysh se çka flet kush. Nuk i ka shikuar konsekvencat e veta apo të rregullimet shoqërore se ka me hup në një mik apo dashamir. Ky gjithmonë i ka kënuar të vërtetës ku e ka marrë mendja që është mirë të këndohet realitetit, jetës, historisë, që brezat e ardhshme të kenë ku me u mbështet dhe të kenë ku të shohin paraardhësit e vetë, të cilët edhe fëmijë kanë ardhur këtu po kanë ditë me ruaj kulturën dhe traditën shqiptare. Prang Nikol Shkreli është pra i biri Nikol Prekës Shkrelit, nga Bajraku i Shkrelit. Nga ana e nanës është Len Gjeloshja Gjokaj, nana e tij një kushria imja, do të thotë e kam edhe nipash. Ashtu që Prang, se pari mirë se ke ardhur, na gëzon ardhja juaj dhe është e pamundur që ciklin ton të rapsodëve dhe këngëtarëve të komunitetit shqiptar mos ta fillojmë me ju, sepse ju jeni një ndër të parët që si i ri keni vazhduar me melosin ton kombëtar dhe na keni kënaqur me këngët tuaja. Mirë se ke ardhur në emisionin ton ku do të ndiqesh anë mban rruzullit ku ka shqiptar. Mirë se vjen. Faleminderit, mirë se u zgjeta. Sparit ju falenderoj lëveç ty edhe të gjithë stafit të televizionit tuaj, ACTV këtu, edhe jam i mirënjohës edhe i kënaqur për këtë respekt që keni dhënë, për këtë intervistë që jem të bë, për këtë pjesëmarrje që jem të bë së bashkut. Faleminderit shumë prej televizionit tuaj. Prang, na thuaj pak, është më mirë të ndëgjojmë nga ti, prej ardhin tuaj si i ri në Amerikë. Si e keni gjetë mërgatën në atë kohë dhe pse ju keni ardhur me më të parë dhe ka pas mjaft pak shqiptar atë? Kur keni ardhur? Me thënë vërtetën, po afrohen 60 vjet gati, çështë se kem ardhur këtu në Amerikë. Kem nej një kohë të shkurt, kem nej një 6 muaj në Itali para se kem rri këtu, kem nalua në New York. Masa nej prej New Yorkut, nejt me një kohë të shkurt e erdh me këtu në detrit. Me thënë vërtetën, në atë kohë gati as pak s'ka pas shqiptar, krejt pak. Jam kanë bela një 3-4 familje, kem zanë vendin në Detroit, atëherë masa nej nisën me ardhë të tjerë, të malësorve, të malësisë mallet, rreth Tuzit. Në atë kohë, ka se ishim prej më të parë familje që kishim ardhur këtu në Amerikë, baba pruni miqt, pruni disa familje prej malësijet, prej rreth Tuzit, 27 familje i ka prunu baba në Amerikë që i ka sponsorizuar në atë kohë. Por pak ushtuan, filluan 17-at për më ardhë, atëherë nisi më ushtua ma fort malësia. I kënaqësi e madhe se me thënë vërtetën për tanë ato vjetë e deri sot e ka majt malësia aq bukur. Prej vend lindjes kanë ardhur me ato tradita, me atë kulturë që kanë pasë e kanë majt, e kanë trashëguar aq bukur, që mos i të kanë për malësorët
edhe sidomos hoti, gruda, trieshi e koja, që kanë ardhur me shumicë, ndoshta as unë bela nuk e kishëm marrë as fort me rëndësi traditën e muzikës, e këngës, se kanë ardhur që janë kanë edhe këngëtar në atë kohë, janë kanë disa prej grudet, prej trieshit e sa tjerë, më kanë dhënë edhe mua frymëzim për të marrë një traditë ashtu si e kanë pas parë. Frank, a ju kujtohet kur keni filluar që të merreni me këngën? Çfarë moshe ke kenë kur ke filluar që të këndosh? Në publik, po mënoj ma tepër se 10 vete ma tepër kështu, kur ka filluar që të dëgjohet zani juaj? Sepse me thënë vërtetën në atë kohë, edhe pse malësorët kishin ardhur, kishin filluar me ardhur nga Malezin, nga trojet e veta në Maltëzin, nga kushtet e këqija ekonomike dhe politike. Dhe në atë kohë u mundonin me maj dasmat dhe zhandret e popullit e Jugoslav malazez, kurse ti fillove me këtë zhandrin kombëtar. Si ju murën ju, si ju përkrahnin në atë kohë, si filluat? Me thënë vërtetën, se unë kam fillua me çifteli, e kam fillua në moshën 18 vjeç. Para se mora me çifteli, kje që marrë me i grup trishjansh, ite Maria Dushaj, dritë past, në atë kohë edhe fillova me muzikë, këngë shkodrane, kështu për dazma, mas një kohës shkurt, e paqë se më hini njësej pasionit kjo instrumenti rapsodike, çiftelia, Mark Noli Gegaj, një prej matë parve që i kishëm takua atëherë, indjerë, ku maraj vlaut, gjithashtu i të prelmini lullëgjuraj, ishin Marashdeda lullëgjuraj, atëna Nikolaj, Marash Palushaj, këta tjerë që ishin para meje, që i filluan, atër të një gjua, ndoshta bela nuk e menën njëri se bela të ka falë zoti i soj aftësiet në këtë mënërin e muzikës, por pa me provua, nuk e din, atër njashto kur e laqë muzikën e fillova solist, me çifteli, e vazhdova, bile mas parit çiftelin, kur e mora në dorë, kë Mark Noli Gegaj, kë nisi me mësua, atër kalon bela një i vjetë, ishim të knua bashkë një ven, i thot Marku, indjeri thot, erdhi koha, thot, studenti, mja kalua mësuesit. Atër nuk e kam nalua, masanej, mas disa vjetëve, fillova të në dhe lahutën. Që moshë ti një kanë? Jam kanë 18 vjeç, kur kom filluar çiftelin. Lahutën një 5 vjetë ma vonë, por lëvic me thënë vërtetën shumë interesant se kur ishte një këngëtar, ashtë ka një këngëtar shumë i njoftun atje në anë të malit, atje ku kum lehun, anë e malit, katuni, fshati i kanë thënë amull, ta njëm kanë malsor aty. Prej aty në krahinave, 95% janë kanë shkrel, që kanë dalë, janë ullë prej malsis malë të shkrelit, janë kanë disa shtëpia që janë kanë prej kelmenit, fisi bog, por me thënë vërtetën shumë interesant se kë i farë Nua Franit, Nua Fran Shkreli, lahutari njoftë. Lahut. Po. Ka e tu në New York. Po. Aj bile më duket shumë interesant se më kuvenqin këta të vjetrit, baba e sa tjerë, që në atë kohë Malizi i bate më të mirë të lahutar që ishin shkije, por e kishin marrë tash këtë nonin me knua, kë fitoj venin e parë, i jau kalove dhe shkijeve, po vjen kë në Amerikë, edhe e kanë pasi lahut që e kanë trashigua masën 100 vjetë, po më thot prek, apo ma bani njërë, kem nej 2 orë të këna, unë me çifteli, aj me lahut. Thot, e ke zanin për lahut? Po, thëm lahut, më duket nuk më duket interesant me tingu, i thëm si çiftelia. Kite me keni gja ma, thët në kjofë se mund është me marrë lahutën, edhe me e vazhdua kangin me lahut. Ma la lahutën, ma fali, edhe e vazhdova, atë në njashtu e vazhdova la ma fort me lahut. Por me çifteli, me sharki, e me lahut, pa ta marrë dhe i kors me i mësues prej Polanijet me fizharmonik.
por mas një 6 muaj e laçat se kishëm menimin për me mu zhvillua edhe mu disiplinua më fort me instrumentet tona. Frank, a keni pas kohën familje që është marrë me melosin ton popullor, a keni marrë? Po, me thonë vërtetën Agja, det preka, dritë post, ai ka knua për maja krahit, gjyshi, prek gjoni, ai i ka ra zëmarës. Hala, len prekja, martu me në Velipoj, dritë post, ai jo ka knua për maja krahit me burrin e saj që është keni njoftën në atë kohë në Shqipni, Tom Zef Marku. Me origin i Reças, por prej Velipojit. A të kujtohet kënga e parë kur ke fillua me losin tuaj gjatë këtyne dekadave? Po, më kujtohet, më thënë vërtetën e para këngë që e kem kënua me Mark Nolin, duhet e kem kënua bashk, Mark Noli e shkruv këngën, e bani melodin, e kënua me bashk. E ka pas emnin kënoj për ty malsi kreshnike. Bile në atë kohë, e kite Dod Lullzura i radjen, e ka pas edhe Gjok Martini, miku jët, përqine, të murën. E kanë marë atë këngë, e kanë shfaq, e po më lejmërën Doda Lullzuraj, që e para këngë, që janë shtmeni gjushme, ka dalë sot për sot në detërit të malsi. Shumë gjë e madhe i të përmë. Kujtohet e këngë shumë interesante. Suksesi maj mali juaj në për festivale dhe në këngën tonë në Shqipëri ke pas në vitin 92 ku ishe musafir specialin deri në radio televizionin shqiptar me Silvana Braçën atëherë të famshme edhe ajo jeton edhe sot por e famshme Silvana Braçë ju ka marrë atëherë di në intervistim dhe keni knua në radio televizionin shqiptar. A ju kujtohet ajo kohë, vitin 92? Po, si jo. Me thënë vërtetën, unë nuk e di shumë, i të befasisht kjo punë që më thot baba po dalim në Shqipni, se baba i të kenë me 91 ma parë. Me 92, ta ma një aty ka maj, funi majt, i prit me micët për fest, për shënkoll maj, 2 javë masanej, ba me udhëtim për Shqipni. Po tash kur më rrime në Shqipni, ditën e ejtë e kemë rri e në Rinas, në aeroport, po del një grua bjonde elegante, me një prej televizionit Tiranës me ta, na lënë më thot, a jeti prek shkreli? Po, thot, kem marrë vesh se jetu ardhë për në Shqipni, në vizit, më ka lajmërua, thot, një grua prej Tiranit, që ashtë në Amerikë, këtu jetu, në Michigan. Atëherë, më thot, a ka mundësi që ditën e shtune me ardhë me kënuan programin tonë Blitz që e kemë, thot. Edhe më kujtuat asë mirë, edhe më thot që ashtë përësi nga Osman Mulaj. Atë në ku shku me të shtune në natë, i kemë ba provat në natë, edhe kemë fillua programin duke të në 9 satin mërame, me drejtimin e Osman Muls, kjo i të redaktoria televizionit Tiranës, Silvana Braçë, atëherë që atëherë kemë mitë, afer mitë, me ta, me thanë vërtetën, çdo herë kur shkojnë në Shqipni, më bën telefon Silvana, ose baj unë telefon, se është një njeri aqe veçantë, që e respekton populli shqiptar. Por pa mos duhet të jetë gjithmonë respektuar ajo. A ju kujton ato këngë që i keni bën atë vit? Po, bile atë këngë që e bëme, se ite edhe koha e demokracisë. E demokracisë, por ite edhe e problemi se ishin demonstratat të banë në Kosovë. Atë këngë e shkruov djali jashtem, Toma, Tom det Shkreli, bashkë kite shkrua për rastin që nolli në Kosovë, se a i të edhe student, ma heret në Prishtinë. E më thët, a pek nën ti një këtë këngë. Kur ma la tekstin, e përpunova edhe melodin e këngën, atë këngët e bana e qfaqë aty në radiet, hena e knuame në Radio Tiranës,
atena e çfasme në programin. Cila këngë ishte? Ajo, nana jonë Pol Shëngjam. Kujto, për Kosovën, për protestat, demonstratat, po. Ma vonë ju vazhdojt, erdhët në Amerikë dhe vazhdojt. Me ka keni pas ma vonë, keni kënu edhe në dasma, shumë herë ju kom dëgju edhe vetë, si musafir në dasëm dhe mërë lahut në apo qytelin dhe kënoshe kongët që të pëlqeshin mas forti. Tash, këngëtari nuk pyetet cila kongë është me mira, me pëlqyrja jote, sepse sikur nana apo baba që me të vetë si dhe djala vajzë duket më të mira pe i dhejtve, sa i toni ka të mirë dhe i do një loj. E cila ju kujtojt ju apo ka pas ma shumë efekt në jetën bombastikët, propagandistikës, cila kongë ju duket që ka pas ma famë nga repertuari juaj i lavdishëm? Më kujtohen dy që i kom lanë rëndësi. Njëra është ken konga e Nën Streze, tjetra me të vërtet është ken kur më lindi djali i parë, Martini, por atë kongë e pata bo, por nuk, se më thonë nuk e përhapa, në publikisht fort, por është ken porosi la baba djalit. E kishëm ma fort për situatën si erdhë me këto, në Amerikë, prej vendlindjes, edhe si lindi djali i parë, por atë më duhet prapë për me dasht me përpunua që të qfaqi, se më kam jetë marak që nuk bana gjamë ta. Kurse konga e Nën Streze, tash puna e Nën Streze, sot shenjt Treze, është një gja e rëndësishme për mua, shpirtnisht, po të gazoj sepse, se me 74-shin, edhe unë në të vërtet të lëvit se dialekti jem që po flasë me ty, se na me të vërtet jem malsor të ty, por jam i qakqirit e i gjëvlec. Si malsuar, unë jam krenar që e maj gjuhën e dialektin e babës e nëns, edhe para ta edhe e kam këtë dialekt shto. Edhe jam krenar me thonë vërtetin. Edhe jam rrit me malsor të mi, prej malsis që janë këto, që kanë lëshua venet e tyne. Por për këtë kongën e Nën Streze, e taku me Nën Streze me 74-shin. Ite dëm prek ndërvasha, dritë past, që në lajmëroj që janë shtu ardhë në downtown Detritit, në Cobo Hall, në cendër të Cobo Halls. Atër u bashkuën familje jonë, edhe disa shkrelas që ishin aty, edhe bela janë kanë 20 vetë, nuk e dhja janë kanë ma shumë së më duket, janë ka një familja Marash Zgjolaj, në atë kohë. Foli Nana Tereze, që kita ardha të përba mërsi që me mlill funde për muni mua në ndi fukaras. Mase foli anglisht, u këthy e tha anglisht, tha më kanë ardhë, tha vlazët e motrat të mi, që jam shqiptare, thët, më kanë ardhë shqiptarët e mi me më pa, hajden i thët mas këtu mrapan, që të takohëm me ju. Kur u taku me Nën Tereze, aty është ken, po të thëmë, si e kom pa unë që e kom parashikjua që motra e me është ken i lap të kryeti, aqë fort nuk i nalot të dhimja kres. Nana kite ardhë aty, i thët, Nën Streze, i thët, zoj thët, e kam një këtë vajzë që mi lap kryeti. E s'mi pushën dhimja krytit. Ja vuni dorën në krye motrës teme, e i tha Nën teme, i tha, me më fali, i tha, se e kom lëshua vendlindjen qyshe re, e më vjen pak shtirë kur flas shqip, por e kam ma kollajthet në anglishte, por mos u ba marak, thët, vajzë tate kam e i pushua dhimja krytit. Mas një muajt, si ka lëmë të kryti ma motrës teme. Atër, të menua kur morë me vesh ditë Nana Tereze, e kishëm të njoftën Gjevalin Lumaj, një burri që i kam respekt fort për ta. Më kita artë të shpia kur ardhë prej Shqipnis, Gjevalin Lumaj, për një kangë
të Kolecucit Suranaj. Thotë, më ka përësit, thotë, një burë, një tresh janë, thotë, prej Gosijet, ka e në të Gjak Koleci. Edhe më ka detyrua mua, thotë, mu nesh me ty, për me kënua kangën e babës ti që jam të shkrua. Po tash, mëse disë në Tereze në atë javë, i baj telefon Gjëvalinit, e thëmë Gjëvalin, thëmë, kishëm e dasht me e ba kangën e Nans Tereze. Ashtë shumë e rëndësishme për mua, thëmë, për t'ja kushtoj Nans Tereze. Po, tha, s'ka problem. Sa kodën, tha, ta baj gati, tha, e lësët, mësë gëtë, thëmë. Në kjo se më nëshë më ba gati në këtë javë, po. Mas të rritit më ban telefon, thëtë kanga është gati. Tash i thash Gjëvalinitit, mas e një gjova, e shkruva të ta në kangën, thëmë, Gjëvalin, mos më illëna, kam sjef edhe disa strofa me i shtua, disa fjallët mija. Që të baje allo alla që ma fort për... Vetën tonë interesant. Po, taman. E bana, allo më shtova të na pjesën e tekstit e laun. Po, u kishëm marak për më mujtë me e kishëm ba melodin shkodrane, por kishëm sjef tingujt, shifte listi ishin aty, me bërzjelën me pak folklorike aty. Kuj ma mirë, thëmë, peth ras Dodën Gjonaj, tash është në të rish Doda, instrumentisti njoftën. I thëmë, i baj telefon Dodës, i të punuan në zyret në një firmë arit, atër, edhe mjeshtër. I thëmë, Doda, kishe me mujtë me ardhë, kam i mashinë të vogël, studiot, që kam sjef me në qizua muziken, atë në ma vonë shkojnë studio amerikane, profesionale, edhe e mushi me qiftelin, kjo se mush me përsil, po si burat, erdhoda. E në qizua me melodin, me muzik, shkoha në studio, e shtina dhe qiftelin, e kënova, ajo për mua ajo kanga është e vetëmja. Por të dish, lujtë se unë nuk kam kënua për fitim, për interes të pares. Për dy zana, tash po t'ishëm në vendlindje, e kuptohet, se duhet me marri profesion që me majtë familjen, me fitua bukën e familjes. Unë të me kanë në Amerikë, unë kom krye shkollën këto, në tregun ekonomik, në fakultet, për mua muzika shqiptare, këngë të shqipe, ishin pasion, zemret. Edhe për mua nuk ite gjë më rëndësishme se të kontriboj këngën për këngë, për artë, për kulturë të komit tanë. Ate e në njashtu ja kom kushtua unë. Artit shqiptar, qysha ditë edhe sot, me thamë vërtetin. Dikush kitë me thamë, pa a ke leverdi me treko? Unë kam leverdi edhe nuk tresko për këtë gjë, se është një pasion. Një gjë që është e trashëgimtare, nuk mund është me lanë gjë me ba mirë. Pa pra, unë diaspor, na jem diaspor, por me thamë vërtetin, me gjithë so mundi me i thanë vetit Amerikanë, se unë ku marrë këto 6 vjeç. Kur e menoj mirë, jam shqiptar-amerikan. Më falë, amerikan-shqiptar, po, se këta inglisht thohet në rësh, se ka herë më vjen fjala e inglishtës, por rajet e mija nuk harrohen kur. Bile një shtosi e flasë, malsor që dialektin temë dhe kuvenin, edhe fëmija e mi e flasin. Këtë dialekt ka në folë baba e nane. Shumë mirë, dhe më thë keni të rashqigullë fëmive. Po, atë na s'munesh kur ta falë zoti, se unë nuk e kom ditë, po kur munosh me e baj zja se kum pa fillu edhe me kanga amerikane, me thënë vërtetën. Se kanga amerikane e nezi, si me thënë atë gjarmë për me hinë muzike, kur e provova se më ka falë zoti talent edhe për kangë shqipe, e kum vazhdua edhe atë gjë, kam edhe pasion edhe sot. Por është një pasion, është një gjë që e trashëgoj, nuk kam menim sa të jam gjallë, sa të më punoj në frëma, për me e vazhdua, por prapë, po thëmë, nuk kam asnjë lloj interesit ka në fitimit, por e baj se kam pasionin e artit. Të lumt, një pas është me të vërtet një vlerë e madhe që i ardhën fëmijë me vazhdua me këtë traditë. Ti jo vetëm që ke kënua, por edhe i ke shkrua disa këngë vetë. Nga ato që si ke shkrua ti, kush të ka shkrua tjetër këngë, thë Gjëvalin Ljuma, ka dikush tjetër?
A je marrë me Salimanin kur ka kënë gjallë me dikon tjetër? Po thëmë që po më kujtohet. Salimani pak para se u ba i smund, asë nuk e kom ditë, por më kite lajmërua gruaja ti, Fetja e tha, është në spital, thëtë Saliu. A mund është më ardhë, thëtë, atëre dita, me vrap kom shku aty, kom nej bila në rrëth 1 orë aty me ta, por Saliu para se u smu, më thëtë se jëmë marrë në letra me Salimanin në kohën e komunizmit. Saliu i kite marrë, nuk e di ason, kangët e mija, i kishin rëndur. Zdi kush më drejtoj për mu marrë në kontakt me Salimanin. A i më qoj letër, edhe i qoj letër në atë kohë i qoj letër Salimanit. Letërën e dytë, po shkrua Salimani shkurt, krejt. Po më thëtë më falë ti, Luis, se po zgjas pak, po i bje sa ma shkurt. Në atë letër kite shkrua më Salimani, thëtë, prak shkreli, thëtë, në kangë tua që i një gjoj me muzikë, me qifteli, me sharki, me lahut, thëtë. Pa tjetër dikun duhet me qalua, se 2 bostana 1 dorë nuk mund është me i majtë. Nuk kite shkrua manej. Kur erthën në Amerikë, e takova që kite ardhën ndan majtë që për me knua. Shkova të mu takova me ta, më kësër, a jeti thët prak shkreli, thët. Po të njoftë të në Mosteqe, thët, si Luis Gurakusi. Kur mas i kohet, para se u smu, më thët, e kam ba një kangë, që dua me ma knua me zatë nalë, thët, se e ke zanin, për me knua kangë stilet tropojane. Po, thëm, s'ka problem. Asat dit, asat, fatkesisht. Po, kurse Gjevalini ka shkrua, janë do kangë, janë 2 kangë që nuk e di a janë hapkun, ose një kangë që ka shkrua Gjevalin Lumaj, më patë përësit, më banë telefon Gjevalini, të ta kishe me shkrua një kangë për problemi që atë nëllë me në autoshtatën në Shqipëni. Që më ka të si luftë civile. E kite shkrua bukur, më thret do të lërgjura me e knua, në radje, nuk e di që ka ba me atë kangë, nuk e kom zia, kam kun semi sigur. Po, u hapa jo kangë, por Gjevan Lumaj shkruv kangën e Kolecucit Suranaj, edhe jam malsia legendare me lahut, që në patën thirë do të një këprelaj me knua, një bashkim për Krishtlindje. Kanga e non streze që i kem për në bashkë. Një ato, me thonë vërtetën tona kangë tjera, i kam ofër 140 tekste që i kum ba unë. Një 40 tekste janë shfaq publikisht që i kum shkrua unë. Tjerat një ato 3, që janë 3-4 që Gjevalin Lumaj i ka shkrua. Edhe me të vërtetë unë tjedin Gjevalin Lumaj është i aftë, i shkrimtar, pak mund është me zinë, me thonë vërtetën Gjevalin Lumaj që i një është një, kum njoftë Shaban Dorcaj, që ashtë keni famshëm si Shaban Dorcaj. Salimani që edhe Salimani, këta janë pak, edhe duhet të respektojmë këta që janë. Nga malësia, Nikol Nikprelaj për momentin është maj miri këngëtar që ka linda e tokë në malësorën të robrur në malë të zi, edhe kënon duhet me alandorë në fenomen. A ke pas mardhanje me ta, ke pas shkëndina, ke pas histori me ta? Me Nikolën, të pares herë që jem takua bashkë, ashtë kënë një bashkim e kem pas me tëllët të rishin, në Hemtërmik, në Detroit. Aty e kishin pathira, kënë mosafir, Nikola, të knua aty. Aty jem takua për të parës herë. Ma vonë, kita ardhë Nikola me 94, më duket, a 95. Më ban telefon, thot, prak shkreli, thot, nuk e dita kush ke herë. Thot, unë Nikol Nikprelaj. Po të gjati, thot, Nikol. A ka mundësi, thot, me ardhë, thot, me nej me ty. Erdhë të unë të shpia, kem nej belanja, mune që jashtë kem belanja 2 orë. Ba me dalën edhe të ushtrime, aty në podrum ku e kom pasë një vegël,
studiot vogël, por Nikola është një shqiptar që mundesh me I thonë bash ambasadori I këngës shqipe çka ekziston sot në kohën tonë është Nikola Kralaj. Bile edhe tu e njoft Nikolën, kem pas rast edhe një herë dym duke të kem jena takuar në Shkodër. Ashtë kanë një dazëm që ashtë kanë iftuam Nikola me kënu aty. Ello ishëm I thirrën, I stërnip që u martua aty atë natë. Nikola më pavë se ishëm në publik aty, e thëmë bela s'pëm vendëri, por po s'mujta mi më shë, e thot, Nikola thot tanë shtot prak shkeli, ka këto thot e mbesin tanë, kam shok e kolege, më respektoj, më thirrë, hajde thot me knua aty, ma pruni I njerë aty lahutën, e knua me aty, knova e kangë me lahutë, por kam respekt madh për Nikola. Teleshikues të nderuar, tani mezja e kësaj bisede duhet jetë edhe një këngë live që do t'i bajmë sonte, sigurisht që është ma vështirë me knua live këtu në këtë studion ton direkt për ju, por sigurisht se Prank Shkreli ka me na knua disa këngë nga melosi I tij, disa tjera do t'i nxjerrim në YouTube për të freskuar ju shpirtnisht, por duhet me dhënë dorën për gjithë kaluarën e tij, për jetën e tij, si ka ardhi ri në Amerikë dhe ka vazhduar, edhe po vazhdon edhe sot është I fortë dhe premton përsëri. Ti do të vazhdosh përsëri me këngën, me lahutën dhe me çuftelinë dhe me zanin tuaj të mrekulluar. Prandaj sigurisht se këtë mramje të bisedave të bukura që filluame do të arktoshme në një këngë tanën, e ndoshta edhe pse jo me atë më të madhen bitonën që ka lind raca shqiptare, do të thot ajo që është krenaria gjithë neve si shqiptar me Nën Terezën. Prandaj urnoni Çiftelin që pas ki sjell dhe të ka hije dhe vazhdo në I thuaj në një këngë. Pe bëjmë një këngë, një prej këngëve mia që I kum shkrua para sa vjetëve. Shqiponja zoj shqiptar, për bashkimin ton kombëtar, ku do janë në botën ore. Fluturim ti hapim krahet, me bashkin ti kapim bollet, ti lojmë të në vujtjet, ti lojmë hollet. Dikush kjanë, dikush knën, dikush hallet si harën, dikuj gjatë zemra politikone. Kujtojnë plaget kësaj Shqipni, që shumë morin histori, sot Kosova po zonë pavarësie. Muri madh diku nërëzue, diku lufta ashtu vazhdue, dita vllazën ka ardhur me u bashkue. As merita na mejdan, jen të gjithë vite ninan, gjak Shqiponjesh jen vllazën të tone. Gjak Shqiponjesh jen vllazën të tone.
Lëngoja, Faleminderit. ta man një kongë për Falem. bashkimin kombëtar, se mërgata jonë shqiptare ka ba shumë për Kosovën, E vërtet. malësorët kanë shkuar shumë në protesta, në demonstrata për lirinë e Kosovës dhe e kanë meritua dikur ma shumë. Masën një shekull robni, dullën në liri dhe gëzojnë pambarësinë e vetë. E vërtet. E ju jeni si familje e njoftur për shqiptarizëm. Këtu themi, kam njoft kushrinin tuaj Gjokën, kam njoft Dedushin Axhën tuaj, njoft Tomën, e kam shumë mik, kem studiu bashkë në Prishtinë, dhe ka kënë gjithmonat dhe dashë dhe njeri mirë. Jeni familje serioze me tupan dhe arshmëri kombëtare, kështu me rrjedha kombëtare. Sa krenari që e ardhmja do të tregoj, edhe fëmini ke mësuar shqip, por ke lanë kontribute për kom, për melos, për atë dhe dashuri. Faleminderit, Luiq, se unë nipi ju jam. Shumë herë dajet e mi, gjëto luli, pas dritë, daj Doktor luca, Luka, pas dritë, daj vata është ala gjallë, zot falishnet se është edhe mosh, por shumë herë bashin debat me babën, edhe nana jeme, se nana, baba, pashin dritë, nëna thote e kum pas Axhën Tom Lekivani, që janë kënë përmend dikur si Tom Lekivani, a kanë një prej matë parë qëptar që kanë pa ardhë para 110 vjetëve, 12 vjetëve në që ka Amerikën. shkullë, ka vdekin Shqipnimet 15 në ka vorrin Bravo, tjetër. bilet komunikju aty që kishe palan një revist për jetën e ti, Axha Inans, thote nana, na ka gja ne, thote nana, për mua. Po. Këta dajet e mi thoshe na ka gja ne, jo baba thote i ka gja të meli. Doshin me ge, Po, një të tërjekë në këta në se herë. kura gja mirë thonë, Po. është i rodit. Kura gja ke daja, daja, ka gja. Tamam, atëna i knajtësi e malla është kur e din se pa tjetër diçka jetu bon për smarit, kur duhen edhe dajat, se shtëpia s'ka ka me çua, por thojnë ti din ma e nipit e dajat është si dhja nërberë. Po, i lirë. Po, ashtu është. Kur ke fillu me u marrë me lahutën, se njëherë ke fillu qyftelin, sigurisht, Po. e ma vonë me lahutën, tha vetë ka keni rapsodi mrekullueshëm këtu prenminin i kushrin joni, i ka ra dhe kënu e lahutës si pak kush, sidomos me i ra, se nuk ka pa shumë za, po me i ra lahutës si aj, e Gjerqutë, si e disa kanë kenë fenomena. Ashtu e vërtet. A të kujtohet ato ditë, pa kur ke tjetër. fillu me lahutë? Pa tjetër, më kujtohen i ri më kanë, por jëm kanë bëla me 85 ose 86 ku marr lahutën në dorë. E komunikua sa herë prelminin të i ra lahutës. Ashtë kanë instrumentist i fort. Ka kënu edhe mirë, ashtë kanë Marashdeda, lëlzyre, ashtë po të gazet dhe kush i ka ra lahutës, jam kanë edhe këta prej Muzheçkut, O, prej Dot Nikolajt ta. po, Dot Nikolajt, për shembull Doda, po tash Frani, Po. vllai Nikolës, Frani, vllai mat, i ka ra dhe i ka kënu e lahutës bukur. Nikola, si e din edhe ti, Nikola e kem thënë Kosti për zvonim, një këngëtar me një za bëlbëlit, ashtë i pasë dhe mësueshëm me zonë që ka pas Nikolaj, se di se ka pas kush deri sot, por e ka pas atë zatë mrekullueshëm, atë fort, që me qift e lisi ka kënu, aj, s'ka pas si me kënë za maj bukur. Por, me lahut, për shembull si tha me Nua Franshkreli, Rogduli, lulzuraj, bela pak kush e din i ka ra lahut saj njeri, edhe i ka kënu për ka bon dhe dëzene, ka bon humor me lahut. Për Elmini, a kanë instrumentist i hatashëm, kur a kanë punat e lahuta, edhe qiftelisi ka ra bukur. Po. E prej tyne, të i një gjua këta të Lëvic, me thënë vërtetën tash, një gjenë edhe kongë që jam kanë Shqipnis në atë kohë, i kem pas edhe në kasetafon të një gjua kongë të kongëtarëve të kohës komunizmit. Një atërë më duke ta kanë arti i kulturës shqiptare, e fuqishme, me 6 letat, deri me 8 letat janë kanë fuqishme fort, dhe me ta kanë pas influencë, si me thënë, frëmzim të madh për ne. Po prek,
për shembull, si që di vetë para pak kohe, kjo bukuria jo në veshjes të grave tona në Xhubleta me 1000 vjeçare, tani moshë të mbrojtit UNESCO, su fut në UNESCO, dhe fitoj çmimet e saj si ndër veshjet më të bukura historive të gjithë popujve. Edhe lahutën e patëm konkurua, po lahutën në e murën malazest. Malazest e futën sa është e tyre. Qudë që në e murën lahutën, nuk patë me në forcë boll me argumentua që është e jona, por e murën malazest. Me thënë vërtetën të Lëviz, kjo është pyetje shumë e fuqishme që jetu e ba. Kur vjen puna të lahuta, tash, më vjen shumë shtirë ka hena kur thëmë lahuta. Po të gazoj sepse. Kur ishëm në fakultet, të mësua, shkoshëm në bibliotek, si e fjem për me lexua çka pak kite histori për komin shqiptar, por i ke marrë do vesë që nuk në ka kush fajve që na ku mirë. Fatkeqësisht, ndoshta bela nuk jemi kënd mirë për njëri tjetrin aq sa ka vit. Bela komet e huaja kanë përparua aq më fort se kanë punuar bashkë me njëri tjetrin. Kem pas besën, burnin, vojarin, mikpritin, besnekrin, tona i kem pas, por nuk kem ditë me njëri tjetrin me këona. Pas me njëri tjetrin të fuqishëm. Kur ashtë kanë nevoja, me të vërtet, si kur malësia, krahinat e Dukagjini, mërdita tona këta krahinat, edhe jugu janë shuën kam kundër mikut, por të kishin pas, për tanë kohën, lavda, se po thëmë lavda malësor, që se unë përdori këtë fjallë lahut, për sabet edhe ma fort për një për shtatë, se kjo fjallë lahut është fjallë shumë e re. Fishta ne ka ba matë. Po, edhe fatkesisht se ashtë kënë puna e ndikimit, si thojnë kjo fjalla, ashtë kënë ndikimi edhe në kone fishtës kërë në kënë të e ba këtë abetarën shqiptare, ashtë kënë një ndikimi madh ka ana fuqisë otomane. Shumë fjallë janë përpunua për mas interesit për shtetit otoman. Lavda, si kem thonë në malësor gjithmonë, ashtu kam sef me e përdorë, dalë ka dalë më duhet edhe me nërrua prapë në fjallën, ashtu si ma kanë mësuat partë e mi. Lavda të në ashtë me shekuj. Ta manën këtë pyetje të ate, kur e hupim fjallën original, lavda ashtë një fjallë e regjistruame që të partë tonë ashtë edhe afer rrëth 2000 vjetë që ashtë përdorë kjo fjallë lavdi. Lahuta, fjalla që po vjen lut, laut, janë të huja që kanë ardhur qysh se ka hi pranderia osmane në vendet tona. Po tash, kur i hupim në fjallë tona, hupim edhe kulturën tonë, hupim historinë tonë, identitetin tonë. Lua, bravo të qoftë, kur e hup identitetin, i hup edhe fjallë tua. E të na duhet me shkua për mas mësimeve të amikut, ose të hujit, për me të kallëzua ty se kush jeti. Fjallët e mësime që na i kanë lanë të partë tanë, gojdhanë, po t'i kishim majtë shpirtnisht, aq fort. Një këtë lahut që i thojnë sot, lavda si i kemë thamë në malësorë, se na kite marë, është jau. Po i të kenë, se na në dorë tanë është kenë në shekuj. A kenë shumë para se ka atë qiftelia. Qiftelia shumë më eri. Por lavda është i gjatë që me mujtë na prap me e pru originalitetin. E kësaj instrument shekullor që ka pas malësia mallë, nuk i kanë thonë këtë në atë kohë lavdë, sa është kenë lavdi, kur ke knua me lavdë, ke knua për lavdi. Për lavdi. Pra, atëna kur e hup njëri originalitetin, e na malësort, pak ka pak, je munua me majtë sa dhe fort, por ti e din, na im kanë shtypon, si popull me rezistencë gjithmonë të luftua kundër anmikut, në gojtë anmikut im kanë zëflu. Turke, slave, popla. E për ata, kjo edhe fjala jote që edhe në fillim, për ata e mora edhe lavdën e të nëndorë. Mua i shumiri, i rritun e në Amerikë, kur e shikjoja këtë instrumentin ta lavdën, thoshëm, kjo duke si me kanë ase vjetër që mos me të përshtat me e marrë ndorë, kurse tingujt e qiftelis më dukshin pak më të interesant. Kur e mora lavdën ndorë, s'mujta me lëshua ma. E pa që mirë se kja është tamam pjesa e historinë tonë, liridashës, që janë shkene të rashigume, po të kishim pas aq ma fort në kujdes lavdën në shqiptarët.
Nuk ka veç sepse është e Malësisë madhe. Parashteton Shqipnisë. Nuk e kite marrë kusht tjetër. Jo, se bjen edhe plave gustie, po në rrugove. Nuk ka faj shkjau, nuk ka faj greku, nuk ka faj askush për këto gjëna tona që i kanë marrë edhe rriten me kulturën tonë e kanë kthye sa shtetyne, se nuk i kemë rapan. A ke marrëdhënie, keni edhe një këngëtar të Lahutës, për dhe qyfterisë, ma shumë të Lahutës, na pëlqen është Vasil Shkreli, New York. është i mirë Vaseli. Vaseli është një lahutar i mirë fort. Ai i kënën Lahutës tamam ashtu si ja kanë tradicionale. Tash e pata punua një këngë për Kosovë, e pata shkrua para sa vjeteve, disa vjet janë që kanë kalua, edhe më shkojnë në mend, thëmë, sa mirë këtë me kanë, me kënu me Vaselin. Bile shumë më kanë thënë, bashkojmë me Vaselin me kënu e këngën, i bëna telefon Vaselit, thëmë, Vasel, e kom ba një këngë për Kosovë, por ka me kënë me simfoni orkestrale, me veglat më të modernizume që janë, se djali jem Nikola, u bjen, nuk e di me t'i numërua sa instrumenta i bjen, nuk e di a ka në një që ju bjen të rënë të instrumenteve si ju bjen aj. Por ta është i zonën me punë mjeshtrina, këto zona tjera që merret kontraktor, nuk ato i përdor tash, por Nikola djali jem, mi ka përcjell tanë muzikën e këngëve mia që i kom banë studio, se pat hapë dhe studion e ti. Kur fola me Vaselin, më thëtë Vaseli, thëtë jam i në rumë, thëtë si, ose speknojmë bashkë, bana atë këngë me ta, na doli shumë bukur. Cila këngë? Për Kosovë, e ka emnin. Për Kosovë. E tani, duhem një për Kosovë, malësi për Shqiptari. Duhem me një gjuhë pak edhe zanin e Lahutës, lavdës sonë, malësore. Lavda malësore. Po, Lahuta i medë se Lahuta e fishtës, Lahuta e malësisë. Bile, atësi, me thonë vërtetën se na që ke marrë këto na diaspora, këto që jemë tash sa dekada në Amerikë, pra po thëmë se unë me familje të unë, për shumë në kenë marrë ka herë këto, por mos tite Marknoli, Kegaj, Pralmini Lulxuraj, Marash Deta Lulxuraj, Nikolaj, Marash Palushaj, tonë këta që kanë kënua me këto vegla. Nikol Ujkaj ka kënua, Nikol Junqaj. Hele Nikol Junqaj. Mos ishën këta të vjetrit në atë kohë. Brezi janë të tjerëve, sa tash në usë jam i ri ma, por brezi janë kita harrua krejt. Këtë tradit për me trashigua që është kultura jonë. Por, kur e mora lavdën, ma pëlqye fort, për shembull, jam shumë këngëtar që ma pëlqye me lavdë, edhe me çifteli, por sidomos me lavdë ma pëlqye fort kë Nuafran Shkreli, por është kënë një këngëtar i njoftën prej rreth edukazinit, tam duket bërë prej Velipojt, e ka pas emrin Zef Avdia. Aja është kënë, si me thonë, skulptori i frymëzimit për mua, për me kryua stilin teme, rreth frymëzimit ti, kur ka kënua këngën në 7 letat, lumë për ty malësia ime. Por e të na kum shko, kum vazhdua të na stilin teme, pak tu e zjet vetin. E këtë këngë që pe e kënoj, pe e përcjeli për pak që i prek në trojet tona edhe lavdën. Që drua se e la me pak mazoret. Nuk është e humën. Por pak e harruar. Pak e harruar, por më thot menja kemë... Do të rinjallin pra. E besoj që... Të rinjallin në vazhdim këngëtarin tonë të ndëruar, edhe me Lahut. Kja Lahut e lëshon një zar, botën e marrë për dynja, për shqiptar kudo ku janë, atrojet veta ku ja kanon.
Ku jalat ju këtë malësi, ku jalat nanën Shqipni, ku jalat kulle flamur, ku jalat lahutën e ndure. Ja rujnë trollin do kojshi, tash tashe ku ishtin kufi, gjak tu lame ta zithmon, troje tona mos t'i gzojnë. Vorët e të parve s'kan me I prek, se pa djal kjo tok s'ka met, me mrojt të trojet si dikur, plan për plan, me gur për gur, me u bashkue si ma par, me I dalë zëto. Trallit shqiptaran jave. Ore të lumë gojo, pra shkeli. Nisur nga ky mesazh, kjo këngë që kishte një porosi, lëshimin e trojeve. Ju e një familje të madhe, edhe ju keni emigruar nga krejt agja, djemtë e agjave, tash ka met atje Simoni me gruën në Shkodër, gazetari I famshëm, edhe pej gjoket ka met dikush, po pak keni met edhe ju nga familje e madhe. Në anë të malit, aty në fshatin tonë, aty në Amull, si I thojmë, aty janë met në është tabela 2 familje, 2-3 familje. Tanë kanë lëshua. E dikur ishin 34. Po, e vërtet, a kanë katun I plot. Por vujtjet edhe opresioni në ato kohëna, me thamë vërtetën, jalla, baba është kene në detyrë në atë kohë, në kohën e rezimit komunist në ato troje, atëherë u largua prej detyret, edhe ma fort sepse vuni kunor në kish. Diskrimination. Po, ai me kanë natë detyrë, ju lypte me mos më shku në kish, mos me vuri e fen, por sa morën vesh, kjo të në e banit vetën, atëherë mas I copkohet, vazhdo me dulme prej vendlindjes. Në ato ditë që jem kanë në Rom për me ardhe në Amerikë, me aeroplan, kishin ardhë udba me ka babën. Pështuame, kanë ardhë aty në Llogar, ka po kaserta, I kanë thënë atij venit, aty në Latina, nuk a kanë Latina, harrojmë, duket mos a kanë Napoli, më duket. Por aty kanë ardhë, ku jem kanë në Llogar, s'na kanë zgjedh aty. Ata shqiptarë që janë kanë aty që I kemë brëmë, aty kanë thënë, Nikol Shkreli ka shku në Amerikë, tash 3 ditë. Na ishim ala në Rom të prit. Alla e hutoj edhe... Po, e do më thonë, kjo është situata që ta në kanë lëshua, masanet, dolën prap tjere, erdhën daja të mi, baba I qoj, I sponsorizoj, baba jem, për shembull, daj vatën, marashuj, kënë lëllgjuraj, sa familje tjere, janë kanë rrëth 27 familje, ishe njët e baba në atë kohë, pas dritë familjet që me ditë tanë këta njerë që erdhen në Amerikë, se për babën temi të I knaqësi e male, po vinë malsort, po vinë I lakaja, po shumohen malsor hanja e Michiganit, deri që me të vërtet u bani gjë male, se ndoshta bela kam gabim, po më duket që jo, se asnjë vend
Në tonë Amerikë nuk ka ma shumë malësor të malësisë madhe. Ma shumë se në malësi. Në drejt këto. Ma shumë jemi këto. Po, ma shumë këto. Prek ju kujtohet, por thatë vetë që qërë Zotit se erdhën këto kona, sot e kemë Kosovën e lirë shtetë, Shqipëria ka ecë në rrjella atlantike, në për organizata ndërkombëtare, ka merr vendin e vet gjithku duhet. Shumë shpejt besojmë që të bëhen edhe pjesë e Unionit Evropian. Sot ka dalë edhe mod shqiptarët edhe në Amerikë dhe gjithku po nihen. Kanë ardhur në një kam, kanë fituar një emën, për shembull, dikur vishin minar këtua me festivale jugoslave këtu. Sikur mos kishim tonat e përçanin mërgatën, ishte gazep, ishte ma problem, ka throshin mënësot me njëri tjetrin. Po ma vonë, erdhi kjo faza re. Sot edhe Amerikanët na duhen ne barabar ose ma tepër se ata. Sot bile kom dëgjuar tash që në Westland këtu një manifestim do t'ju ftojnë ju për disa ditë që të merrni pjesë, edhe me kongët, në një kongë të uja, edhe Amerikanët në festimet e tyre tradicionale këtu në qytetet e shtetet e Amerikës. Bile, me thanë vërtetën, më ka ra mirë kur më kanë lajmërua, më kanë bën telefon e këta kryetarë të qytetit të Westland, edhe më thanë, a kishem ardhë me na knua se jem të qua flamurin, me duket bjen me 28, prende, që të vinë. Prende. Po, jem të qua ta flamurin shqiptar, për nderim të ditës kremtimin e këngritës po, Shqipnis, edhe a kishim në ardhë me na knua, me ato vegla edhe kostume tradicionale. Po, unë e veta e thëmë, pa tjetër, jam mirë njësëm që më keni respektua, pa tjetër keni mujtë edhe tjerve më thanë, por kishin pa dhe këngë të mija aty, nuk e di në YouTube, por nuk e di, por e di se e dveta, se me gjithë se të me kanë malësur, nuk e kam gjakun të manë si janë kanë ata të fuqishëm, e thëmë, thot që ka me kanë 30 degrees, dhe me sa bjen 0 në Celsius në Evropë, thëmë, ka me kanë ftoft atë ditë, a ka me kënu, a kënoj më brend, thëmë, a jashtë, jo ta ka me kënë jashtë, kur të qëjmë flamurin, pra, thëmë, ta është ku mu vesh, thëmë, pra të rashtë. Preg, jemi në përfundim të emisionit tonë, kishim dash shumë me folë, me kënu me ju, me u knaq me ju, po i thonë një fjale dhe shpresojmë që të nodhin kështu, tradita vazhdon. Po shofim edhe shumë të rije të reja, që kanë fillu me kënu, me i ra qytelisë, kanë fillu me valzu, na knaqin me valët e tyre, me grupin Kastrioti, me grupin Konte Balkan Center që knojnë shqiptarët, valzojnë, kanë fillu shkollën Shqipe për fëmijë, po veshën me veshë tradicionale dhe po ju intereson kultura jonë. Do të thotë, aty ku ka kënë shpresojmë dhe do tjetë dhe kjo traditë të vazhdojnë. Si e shihni ju këto? Sa i knaqërie kur i shef fëmin tanë ka marrin këto rrugë dhe nuk i harrojnë ullët e të parve. Ja di Zotit për njerë që na shqiptarët fillome me malësor këto, edhe peqoj pak ma mrapën, kur kanë fillua shqiptarët më u bashkua për me punua kisha në Shëmpalit, 12 majq. Bile baba është kënë prej aty në të parve që janë kënë i këshill, i vjetër për mu bashkua për me mlil pare, edhe planet për me i ba që me punua kishin. Baba ka shkua praktësame, që i të meshtarin e asaj ko, fatmor, ko disa kanë shku njërë, kanë mlil, edhe u kom harruat të manë se sa kisha, a janë kanë 30.000, nuk e di, po ato paru bashkuan, kisha u punua. Malsort, e thëmë me sinceritet, malsort, kanë bo një vepër aq të madhe me atë lloj institucionit fetare, që kur u punua kisha, mori vesh ton shqiptarizmi mrene jashtë të kufive të Shqipnis, se na ishim diaspora gjithsesi, por
kanë ardhur kryetar të shtetit Kosovës, kanë ardhur një edhe për luftë, Gjithë të Balsori, Gjithë kanë ardhur. kanë ardhur Shqipnis. Po më men atë kohë kur ka ardhur Gramos Pashku e Sali Berisha e sa tjerë. Por më parë se këta, që kanë ardhur të vllazët e tyre për nevojë, për me zhvilluar shtetin e tyre, kanë ardhur politikanët amerikanë. Reprezentuesat, kongresmenat, shtetit Michiganit edhe të Washingtonit kanë ardhur një institucion në 12 maj për me kërkuar ndihmën e malësorëve. Por më vonë erdhën disa që ishin të aftë për kthime, për valle, për këtë gjëna, Joli Paparisto, grupi Kastrioti, për shembull ka bani vepër të mëdha tash sa kohë që se ka ardhur. Tu i zhvilluar nim malësor për me majt e me vazhdu edhe me trashëgua kthime të vallet e tona këtë gjëna. Këto kanë shkuar të rritet të ushtua që dën Zoti nuk e lanë mrapën, se për mua u jam rrit me mësimet e babës e nënës. Baba ka nejnë luft 3 vjet në kohën e luftës botërore të dytë. Ishte kanë, për mua të kanë tërp, po të kishëm harrua gjuhën, dialektin të malësore, ose të kishëm harrua traditën, veprat e tyre se si janë rritë, se na kanë trashëguar ne. Fëmijë e mi që janë lekë këtu në Amerikë, e flasin shqipën një shtësi frazet. Në tjetër anë, brezi, për shembull që janë gjeneratat e reja që kanë lekë këto tash vonë, janë të përcjell prej nimes, për shembull si janë Joli Paparisto e sa tjerë, që shkojnë të e trashëgua këtë vepër të kulturës tonë. Por, lëvic për atë pyetje, është i gjë rëndësishme, mos t'i shmakohena për me i pas lakmi kulturës huaj, se jem të hupë edhe identitetin tanë. Lavda, çiftelia, arti, kthimit, koreografët, sikur ban Joli Paparisto, e tona këto gjëna është mirë për me i vazhdua edhe me i trashëgua. Një të mujshim edhe me i përmirësua çka munena, por shumë herë marrim stilin e të huaj, marrim tallava e i përcjellim në përdazma, në për vendet celebrimit, që brezi i ri që rritet, gjeneratet e reja, mësohen me tallava, e thojnë, jo, kush e dën lavdën e çiftelinës, kush e dën muzikën shkodrane, muzikën anamal, që muzikën ulcinake, që janë, domethënë, atin trashëgimtare në shekuj, domethënë zhvilluame. Kush e dën këtë, që na kem këtë muzikë, nuk e mendojnë se është muzika e huaj, por e bajnë të veten. Nuk mundesh kur huazon këngën ose muzikën ose stilin në dikujt tjetër e përdor si është e jotja, ti e thua hup identitetin tënd. Njëkja është e rrezikshme, mos ndodhin. Me fjalët tua do të përmbyllim këtë emision se do të kishim shumë më folë se ti je i saktë, je i drejtë, je nga natyra dhe dashës, e ke tregu vetin me traditën që vazhdon, po dhe fëmija tonë, rinia tonë, është e mirë të marrin këtë traditë. Mos dalim prap të fishta i malë, nështë e ranë ka kenë, por ai refreni ti, kjo është malku, thët ai bil shqiptari, që këtë gjuhë të përënis, trashëgim që në laj pari, trashëgim si alën ai fëmis. Ishte një kushtrim i malë, i cili ja u la gjeneratave dhe ju, është e mirë që rinia jonë të flasin sa ma shumë shqip në familje, ti praktikojnë muzikën dhe instrumentat sepse u bënë të famshme, muzika jonë shqiptare u bënë famshme. Dhe tani një gjohet edhe nga të huajt dhe ka lezete, jo më nga shqiptare. E të pse me përdor dikuj tjetër kur e kemë tonë? Teleshikus të nderuar, ishte kjo e gjitha që kishim pregadit për ju sonte, me dëshirë që jeni datë kënaqur me bisedën që patme me musafirin e nderuar në studion ton, rapsodin e njoftun, autorin e këngëve, zotni Prek Nikol Shkrelin. Nga unë Luj Gjoka i studio e hapur ACTV, televiziori komunitetit shqiptar, miru pafshim në emisionet e radhës.